أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dashurin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, e përcollëm gjysmën e këtij muaji të begat, elusim Allahun Allahu ta ketë pranuar. E na kam bërë gjysma tjetër, ku në të cilën gjysmë është edhe nata e Qadrit. Elusim Allahun që Allahu xhelalu ala na mundson që të arrijmë këtë natë duke qenë me shëndet e të mbushim fletët e kësaj nate me vepra të mira. Do të vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala me karakterin dhe moralin dhe sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me klasë dhe grupe të ndryshme të njerëzve. Në ligjëratën e kaluar pam një kategori të veçantë të njerëzve, e cila ishte kategoria e njerëzve me shqisa të mangta, si të verborit, si të qalët, si të gjymtuarit e kështu me radhë, si trajton të Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe ajo kategori llogaritet nga kategoria e të sprovuarve në trup. Sot do flasim me lejen Allahu te bareke ve teala për një kategori dhe raportin e Muhamedit alayhi salatu wassalam me këtë kategori, e cila kategori përfshin çdo njeri në këtë botë, porse me dozë të ndryshme, relative, e cila është ajo është kategoria e njerëzve të goditur nga belaja, nga sprova. E a ka njeri në botë që nuk është goditur nga sprova? S'ka mundsi. Andaj thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, "Wa lanabluwannakum", krejt juve kena me ushtije në bela. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që ka thënë Imam Ibn Majah, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadith, "Ma baqiya min ad-dunya illa bala'un wa fitna", ka thënë alayhi salatu wassalam, nga kjo botë nuk ka mbet pos bela dhe fitne. Pra këtë dunjë që na po jetojmë të dëruar vëllezër është test. Dhe kështu të tillë duhet ta kuptojmë. Po e kuptuam gabim, edhe jetojmë gabim, edhe përfundojmë gabim. Çish kuptohet gabim? Kur mendon se këtë dunjë ka ardhur me jetu, kur mendon se këtë dunjë ka ardhur me kënaq, kur mendon se këtë dunjë ka ardhur për me xhelbruar dhe me vendos këta energjitë në këtë dunja. Pro, këtë energjit kemi vendosur këtë dunja, mirë po me qëllim të jetës tjetër. Andaj tha alayhi salatu wassalam, kjo dunja s'ka pos bela. Dhe dietar kanë thënë, çdo njeri është i sprovuar, po ti se ndjen sprovën e tjetrit. S'ka shtëpi pa bela, s'ka shtëpi pa fitne, s'ka shtëpi pa test. Por se njeriu e ndjen atë afër lëkurës, edhe nuk e di se çka ndodh me kojshien edhe atë i cili nuk është afër tina. Andaj si sillej Muhamedi alayhi salatu wassalam me njerëz të cilët shfaqej belajat e ta. Në kuptimin këtë në bela, këtë jo bela të kuptimit të hasmërisë, jo. Bela në gjuhën e Kur'anit do më dhanë me të testu Zoti. Bela, se të na shkon bela në kuptimin e kur jetë dikan në hasmëri, jo. Bela në Kur'an do më dhanë me të fut Allahu në test, me të sprovue, me të fut në provim. A do të kalosh provimin, a do të dështosh. Andaj këtë njerëzën këtë terminologji jemi të sprovuar, se këtë jenë në test. Apo, andaj në lusë me Allahu xhelola që Allahu mos në sprovon përmi takatët tona. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wassalam, përshka këse ishte më i sprovuar i njerëzve, edhe çdo sa në shion të më shumë fish se sa të tjerat, ishte edhe modeli më i mirë se si njerëz t'i kalojnë sprovat. A njerëzit e ku ju vendo një sprov, a ku ju vendo një bela, a ku ju vendo një test tiran, dërzohen, e flasin keq, e i dhonë me Allahu xhelel xhelalu. Që do përmemi nga fjalët e dietarëve, shembull nga njerëz të cilët kur ka ardhur një bela e ka ofendu Zotin, e ka shah Zotin. E kështu me radhë, pse? Se ka thënë këshire shkam qoj, këshire me shkam goditi, e kështu me radhë. Andaj muslimani duhet që truni i tij, shpirti i tij, psikika e tij të stërvitet, të kalitet në pritjen e belave, në pritjen e testit, në pritjen e asaj se unë jam në test në këtë dunja, s'ka marrë në xhennet, na kena zbrit për xhenetit. Ademi është zbrit për xhenetit, andaj ka thënë poeti, tubiat ala kederin wa anta turidu wa safwa,
Ka thonë poeti, kjo dunja është ba e përzime, është turbulue, pinë xhenet ka zbit Ademi këtu, ka thonë si e do t'i këtë të pastër. Njerëzit dojnë më kanë këtë në vi, s'ka këtë vi. Këtë vi është veç xhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu nga Abi Huraira, ka thonë alayhi salatu wassalam, kujt Allahu ja do khairin e godet. Shiko, në bazë, në themel, qëndësisht, pejgamberi alayhi salatu wassalam ndryshon nga perceptimet e njerëzve. Njerëzit çka thonë kur e shohin dikam për shembull dhe ka jetën e qetë, ka të hira dhe të dalura, ka vetur, ka shtëpi, ka familje, ka evlat, çështu thot. Apo çështu. Kjo s'ka lidhje me khairin, s'ka lidhje me të mirën. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kur Allahu e doni njeri e godet, e gjun me të godit me të belajës. E të partë për këtë dhe kush janë? Pejgamber alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në bazë ja ka ndru muslimanit perceptimin që ta kupton se kjo dunja është dunjaja e fitness, edhe e testit, edhe e sprovës. Ka nxjerrë Imam Tirmidhiu dhe Ibn Majah nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thotë kem dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith idhamul jazai ma'a idhamil bala. Shpërblimi, sevapi i madh te Allahu është nga sprova e madhe. Sa sprovosh, çfarë shpërblehesh? Nuk mundna na mos sprovue me diçka të lehtë e me prish shpërblimin e Abu Bekrit. S'ka mundsi. S'ka mundsi na mu testu me diçka të lehtë. E Allahu xhelel xhelalu neve me na bë barabar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çat sa ne sprovohemi aq edhe shpërblemi. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kur Allahu e don një popull, ibtalahum, i sprovon. Pra, nuk duhet ta kuptojmë se Allahu ku ta shlon ti një sprov, se çka më gjet mua. Jo, Allahu po do me testue. Po do me testua, keme dalë për kësaj sprove i pastër dhe i shpërblyer të Zotit subhanahu wa ta'ala. Ka thënë alayhi salatu wassalam, faman radhiya falahu ar-ridha. Kush kënaqet me sprovën, kënaqet Allahu me ta. E kush i dhnohet Allahu me ta. Kjo është testi. Ta çon Allahu në sprovë edhe të këshirë. Apo kënaqesh, apo i dhnohesh. Si ti dhnohesh, i dhnohet Zoti. E çish i bie mu i dhnu? Mu i dhnu me be as pat dikan tjetër përveç mua. S'po heket kjo sprov, e kështu me radhë prej shprehjeve të ndryshme dhe të cilat i përmenden njerëzit në fjalët e tyre. Andaj njeriu duhet të ketë kujdes në perceptimin, si e pret sprovën ti, si e lexon ti sprovën. Leximi të nderuar vëllezër nuk është vetëm leximi i librave, edhe një rast që ta çon Allahu si e lexon. Edhe një rast që ta çon Allahu te bareke ve teala si e lexon. Në komentin e këtij hadithi ka thënë dietarët, pejgamberi alayhi salatu wassalam në bazë dunjane ka qujt vendi belave. Apo vendi belave. Pse po e theksojmë këta të ndëruar vëllezër? Se neve me kalimin e sistemeve, me ardhjen e komunizmit, para asaj socialeve, para asaj sisteme ndryshme, e tash demokracia, e liberalizmi, njerëzit e kanë ndryu perceptimin. Çfarë thonë? Të jetojmë për këtë botë, ta ndreqim këtë botë, apo jeshilloku, gjelbrimi e kështu me radhë. Dhe mashtrohen njerëzit vëllezër. Mashtrohen, çati isha njerëz tu dek, që aty ki vazhdon me ecë si kur s'ka ndodhë kur gjo. Mbushën varët njerës dhe na prap vazhdojna me ndrejt dhe me mërëmetu këtë dunjo. Së mërëmetohet, së mërëmetohet. O na bol po munomi, apo tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Fajr, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. E ju parët pidoni shumë o ju njerës. Parët pidoni shumë. Juve ju ndron disponimi o ju njerës me pare. Kur i ki parën në gjep, një është i disponum. Me ba mos me pas, s'ni është i disponum. Tha alayhi salatu wassalam, ta'is, rob i dështum. Rob i dështum nëse ka parë një jetë mirë, nëse s'ka parë s'ni jetë mirë. Kjo rob i dështum. A dhe në djetarët, na e ka reguluar pejgamberi alayhi salatu wassalam me këto hadithe, na ka reguluar perceptimin. Ka dhënë disa prej djetarëve, muslimani i meqmi, çka ban? Kur të goditet me musibet, e ban njëjtën punë çka e ban i çmenduri mas do ditëve. Apo për shembull, i vdes dikush. Apo zakonisht kur është prova fëmia e kështu me radhë, domthon dhimbta më e madhe. Apo i ndodhe një musibet. Dy mundësi janë. Mundësia e parë është mas 30 ditëve me 50 ditëve prap kemu kthjellti. S'ki ku shkon. Çka kimë bëj?
A dhe ka thonë, i çmenduri, a i shka s'ka iman, a i mas janë 2 mujve prap këthjelët. Qysh këthjelët? Po do shka me babës, s'pat me dalë kundër likurës. E i mes mi pit parëndit e bandë qëta. Shiko që kanë thonë djetarët, muslimani pit parëndit shka thotë, na të Allahut jena, te Allahu kena mu këthije. Mirë, a i shka të parëndit thotë, ku kush kam gjetë, e i gristë petkat, e janis me vajtue. Mirë, a shkon këtë ta njetën të vajtu? Jo. 1 ditë, 2 ditë, 1 javë, 20 ditë, 30 ditë, mas 1 vjetëve, si kur mës pi pas ndodhë kur gjo. E djetarë thanë, pejgamberi sa me mësoj muslimani, tha, bane që ta pit parës ditë. Se shki ku shkon? Dhe a e bane mas 2 mujve, a u qëtësove mas 5 mujve, a u qëtësove mas 12 mujve, qëtësove mërë pi parës ditë, sepse Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk rezistohet. Ku me shkupi Allahu te bareke ve teala. Andaj ti e gjen muslimani kur i vdes dikush, te Allahut jemi. Te ai kena mukthi. E ai shka s'beson, ai vajton, ai gris, ai mazi, e kështu me radhë, edhe në fund qetësohet derisa kthehet sikur gjendja çka e ka pas muslimani në të parën ditë. Kjo është ajo që e kam përmendur dietarët në bazë nga perceptimet e muslimanit nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si silloj ai me të sprovuarit? Kur sprovoi dikush, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë maja e ndjeshmërisë, ka qenë i holl në ndjenja, i holl në domethënë bashkëndjesin me tjetrin. S'ka thonë atit pas ka rroka po e bafsh. Jo, ai ka bajt bashkë me njerëzit alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditëve tregon Usama ibn Zeid, thot, ja qoj një qike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një njeri mi qupe mësam lajm se djali vetë është u dek. E përmendëm, Zainabia ka qupe për djalin e vetë, se është i dek djali, i vogël. Edhe pejgamberi sa më konë me xhlis, o konë me njerëz, thuhet se u konë i angazhuar me diçka të madhe. Andaj i ka thënë, qoj qikës teme selam, edhe thuj qështu. Çka mi thënë? Ka thënë thuj, inne lillahi ma akhadh. Dhe këtë çka becitojna, është sunnet me e thanë, kur dikujt i des dikush. Çka i thue? E Allahut është ajo çka e ka morë. Që ka morë Allahut hujën. S'ka diçka Allahut që është e hujë këtë dunja. Ka thënë e Allahut është ajo që e ka morë, edhe Allahut është ajo që e ka thënë. Ai ta jep, ai ta merr. Pastaj ka thënë, dhe gjithçka te Allahu është me xhel me datë. Ka shkruaj datën, as para vaktit, as pas vaktit, fal tasbir wal tahtasib. Le të baje sabër thuj çikës teme, edhe në ta llogaritë shpërblimin te Zoti. Kështu i ka thënë Zainebit. Kur ja ka kthye ky njeri çikës vet lajmin, atëri i ka thënë, thuj pejgamberit babës vet, alayhi salatu wassalam, i baj ben Allahu le të vene. Le të vene se sprovën e kam tran. Pro pavarësisht e di që jo do një pozit tran, po le të vene se e kam edhe unë e ran. Edhe pejgamberi i ka marr burra që i ka pas Sa'd ibn Ubadin, Muad ibn Jabelin, edhe disa prej shokëve të mëdhej të vet, edhe ka ardhe shtëpia e Zainebës. Kur e ka pa nipin e vet, pak para vdekjes. Edhe e ka marr, e ka ngrit kështu, edhe i ka dalë shpirti. Edhe ai ka shlu një lloj, domthon rënkese, një lloj zani çuditshëm kur del shpirti. Allah na lësoj të gjithë kur na del shpirti. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e ka pa atë gjendje të i dal shpirti, ka nis me kajt. I ka dhimbt nipi vet. Edhe ja ka nis me kajt, më një herë Saadi ka reaguar, i ka thënë ja Rasulullah, çka ka kjo? Se po kanë ti? Nëse ka menduar që është ndaluar me kajt, se pejgamberi muslimanë jo ka ndaluar vajtimin. Ama vajtimi nuk ka vaj, vajtimi jo fjala. Fjala e cila argumenton në hidhrim. Pra sa i miru kanë pse e murr. Apo sheshprej njerëzit, sa tu na lan Allah i rahat, tu na murr njerëzit. Kështu është un koment. Sa tu na lan Allahu rahat. Qysh atu ka përzi Allahu xhel xhelalu diçka që s'është e ti? Ti në shpitane kur merr. Apo merr në shpitane. A ka drejt me dhanë kujshia ma hangër shpijën? Jo, në shë shpija jote ajo. E kjo univers është i Zotit. Si mund është mi dhanë Allahu sa të në lanë rahataj? O pik më na i morë. Po që ju vdes ketve? Allahu gjelluala e tregon surën Al-Baqara. Një ras kur njerëzit kanë fillu me diskutu për vdekjen, Allahu shë thot, elem të ra ila ledhine, kharaju min djarihim, wa hum uluf. A e di rastin e atyre njerëzve që kanë dalë pi shpije tu i ik pi vdekjes. Thuhet se ja përhap një smuje e ka ndash me hik pi vdekjes. Ka thonë shkojmë dikun që ka s'na zë vdekja. Thot Allahu gjelua me mija kanë qenë. Fa kale lehum
E Allah ju tha, vdisnin vend. Me mia, që Allah u gjaja mërë shpitin, kuj tina mi thonë, që kena mi thonë? Andaj, shiko për mësa me ndaloj vajtimin, jo të qarët. Ata i tha, alej salatu selam, hadhihi rahmetun, gja'ala Allahu fi kulubi ibadi. Allahu e ka vendos këtë rahmet në zemrat e robëve të vetë. Unë jam robi Zotit, edhe jam njeri, edhe qaj për nipin tem. Pas e tha alej salatu selam, Allahu nga robët e vetë i mëshiron, ata shka janë të mëshirëshëm. A dhe cilët ju del shpejt loti, a dhe shpejt mërzitën, a dhe shpejt ndjenë dhimtën e tjetërit. Kështu ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam me të goditurit dhe të sprovuarit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëshirës që e kishte ndaj të sprovuarve, nuk e kishte çfarë pozite ka personi i goditur. Për shembull të na mas kësaj ligjërate dhe tjetër do të flasim trajtimet e me fukara dhe zëngina. Apo na i dallojla. Si tjetë zëngin, shkoj me qafmi, i japmi, apo ngushëllime kështu me radhë. Nëse do një fukaras që janë në menën kërkush, hajt, sabër le të baje, s'ka nevojë më mirë shumë me ta. Jo sa nuk ishte i tillë. Se dallon të njerin, andaj pastruesën e xhamisë kur ka ndruar jetë, sahabët ka thonë hajt mos ta lodh na pensam, po shkojnë apo vorros na vet, pse më e munue. E pensam një ditë për ditë se ka pa, ku o pastruesja? Ka dekja Rasulullah e këna, pse s'm keni thirr? Pastruese, pse s'm keni thirr? Ishte rahmet për ke. Kështu tha Allahu te bareke ve teala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", të kemi dërguar o Muhammed rahmet për këtë njerëzit, jo me dallue. Andaj shikoj pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Enes ibn Malik radhiyallahu an se një gruajes prej grave të muslimanëve i kishte vdek fëmia. Edhe ka shkuar ajo te vorri tukaj. Edhe ka arse ka thon fjalë që s'do të mi thon. Ka thon fjalë që s'do të mi thon. Dhe kujt i ka vdek fëmia e di sa aran. Dikush thot për shembull, pse s'ka bëu sabër. Në rregull. Ai i cili o i godit e di. Edhe filloi me fol ajo, edhe sigur u anku shumë duke qaj. Edhe e ngriti zanin tukaj. Atare ju afru prej prapa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha ittaqillaha wasbiri. Tut ju Allahut dhe ban sabër. Apo ajo sa ishte godit. Tut ju Allahut dhe ban sabër. E ajo i tha ileke anni, ekti për këtu. Largoju se unë e kam sprov, ti tash më thu ittaqillaha wasbiri. Mirë po se ka ditë se është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka menduar se një njeri ka ardhi ka thënë ki frikë Allahun, bën sabër. Ka thënë largoju ti. Largoju se unë jam i sprovuar tash, më ka dek fëmia. Apo atëherë i thonë asaj ma vonë u kon pejgamberi se sem çka tha ki frikë Allahun dhe bën sabër. Atëherë vrap ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Vrap ka shkuar edhe ka thënë falam tajidhu indahu bawabin. Ajo ka menduar, dhe shiko kjo është tem veti. Kjo e ka përmenë si vlerë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur kum shkuar te pejgamberi s'kum gjetë rojtar të dera. Apo mbretnit, sultanat, ti sulmërin të to. Sot sulmërin as të administratori. Apo ta ai e kam njerën, e dini, as ta ai sulmërin. Ata e kanë lënë me moj derën. Ai thotë a çfarë postim ka lënë më? Maj derën, maj. Çelë derën, kam babu dhall njerëzit, ti kujto që kitën i post madh, apo? E çka? Tha, nuk gjet ata i rojtar. Trokita, dul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka menuar se tash, kjo pejgamber del dikush te derat, prit, ka dal. Jo, drejt te pejgamberi ka shkuar. Do sa ju i dini. Apo sumunesh me gjet dikan çka, ni post vogël e ka. Ha çe gjet ata. Ha çe gjet. Mos folmi për çere. Mos folmi që ata e bllokojnë qytetin kur të kalojnë. Prej kibrit dhe krenëtsijës, sigur ata s'janë dropt Allahu xhelala. Sigur ai s'ka me dek, apo? Andaj duhet po njëri rob i Zotit xhelalu. Pejgamberi kan alayhi salatu wassalam ke mujt me atrokit derën me hit ai as rojtar as. Shikon këtë sikletë ka vërejt. Ka thon spat rojtar të dera. Po kjo vlerë e madhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe ka thon ja Rasulullah, vallahi nuk njofta. Se dita se i jeti. Se i ka thon ileke anni. Largoju tash, se kam zorule. Apo atari ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, inma as-sabru inda as-sadmati al-ula. Sabri është veç ku të goditet parën herë. Ti ma vonë ki me ba sabër, s'ki shka ban. Ama sabri që ka e lavdron Allahu në Kur'an, cili është ku Allahu që thot u e beshiri sabirin, sabërlive jep ju myshde, jepi fjalë që do të gëzohen të ardhme. Kusho që ki, tha të parën goditme, ta mam të mirëshlajmin se ka ndodhë dhishka e ranë, thu sabër lo,
i thu sabër vetës. Allahu që shte pas ka shkrujt. Që ki sabër shpërblejet shumë të Allahu Gjelluala. Sa shpërblejet shumë, Allahu për krejt të shpërblimet në Kur'an të ndërrua vëzër, ka caktu e shpërblimet. Që kje e ka që kaq, me logari. Që kje e ka që kaq, që kje e ka që kaq. Apo, mirë. Allahu Gjelluala thot, innema juaffës sabirune e gjrahum e sabërlive, vetëm, jo tjerve, vetë sabërlive, ja japë në shpërblimin pa hesab. Qa do më thonë pa hesab? Kanë thonë komentatorët, veç Allah e di, kur qëtër. Me lashe të dërru vezër, bojnë hesab. Ta qëtë, që ka që hesabin e ki? Si njëri që më nësën, e qëtë kalkulator, ka që kije. Thotë Allahu Gjelluala, do t'ju japë sabërlive, kur se një u numron. Normal që Allah e numron, që Allah nuk i këtë as një sen. Po s'ka as me lek, as njeri që e njef matematikën, as njeri që ban hesab, që mundet mja ditë se e ka shpërblimin, sabërlia. Apo, e lusë me Allahun që Allah në van prej sabërlive. Mirë, po cili është këj sabër? Apo, është sabër i që ka thale i sallallahu sallam të parë në gëditme, sa ta mishlajme. Apo, dhe prej shpërblimet sabërlive, ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, inna Allahe ma'as sabirin. Allah është me sabërlit. E na shpeshar kur i thojnë Allah jam me sabërlit, se di që se kuptojnë ati që, apo? Shpesh se kuptojnë. E qash për të kalëzoj pak ma thjesht me e kuptojnë. E ki pak kur e kini dost, apo e ki atë njerin, shka së shifët kur, si cële ka një njeri. E kini pak kur e kini dost, një mik, apo një njeri që ka post, edhe ti kini siklet madh. Edhe aje thirë telefona i thotë, rri ratë se une e sosi këtë punë. Do këtë sikur Allah pa usos. Pse? Se e di që i ka mundësit me ta sos. Por shemë ti ki kriz ekonomike. Edhe e kini dost që i ka rejnët dhe mundësit financiare. Edhe i thotë, rri rahat, heke këtë gajle, le ma mu e këta. Allah pa ta pru një dinar ti rahatosh. E i thue, këtë familjes, rri në rrasë usos këtë punë. O të në ku usos, po rri sa e moraj. E mirë, aj ka mundësit, tamam të kam shirë telefonin, u dash, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aj ka dek, minjarë. U t'i gëzosh, pse? Po aj thabe, aj tha. Parem në këtët Allahu, rri rahat se unë jam me tije. Ja? A me nuk e ndjejna këta. A nuk e ndjejna. Allahu gja është me agjerusin. A e ndjejnë që është Allahu me agjerusin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam çka tha? Tha kur doje dikush mu rrok me agjerusin e ti thoja atina, unë jam agjerushëm. Unë jam me Allahu në burr. S'kam burr me ti, apo ama dush me ndjej këta. Jo vetëm fjalë goje, dush me di që je nga pala e Zotit subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në rregull, kan thotë Ibn Hajar al-Asqalani, ja fali atë fjalën se diti kusha. Largoju. Shikoj sa nuk tha, çisha jam ka thonë mu largoju. Se ka ditë. Plusës musibet. Andaj shiko këtë rahmet të madh pejgamberit alayhi salatu wasalam, megjithatë ai mësoi tha, sabri, tamam sabër, është parë në herë. Tani më ka kalu koha dhe ti do të qetësohesh më ande. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ngushëllimin e njerëzve të sprovuar. Tregon Qurratu ibn Iyas, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë një ditë kanë mezhlis. Edhe ardhi një njeri me fëmijën e vet. Edhe fëmija vet, normal kush se do fëmijën, edhe fillon të mi qarkullu rreth vetës, e mirë të e ullë të mprejnë edhe bante muhabet me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Edhe kështu kishte zhvillu disa mezhlise. Pra e ka marrë fëmijën dhe ka nejtë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe ka zhvillu biseda të mira. Pas disa ditëve nuk e sheh Muhammedi alayhi salatu wassalam. Edhe ju thot shokëve vet, ku be filani që vinte me çat fëmijën? Ja Rasulullah, asedia i ka dek fëmija. E u mshel në shtëpi mërzijës. Për mërzijës. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, këtu ka argument se mërzija të rëzon takatin këtë. Apo? Domthon kur merr njëri lajm, andaj Omar Khattabi, burri i madh, kallzoha, Omar Khattabi kur ka hip në kali, kam ti ka prek në tokë. I kam mbledh pastaj kamt edhe i ka nuë në shal. Apo? Atë te vegza e kamve. Çiki Omar, çi kur e ka shti njërin e ka rrzu, veç e ka shti kështu, griva, jo më mshu, veç e ka shti. Orxue. Çiki Omar kur e ka marr lajmin, pas ka ndru jetë Muhamedi alayhi salatu wasalam, e kanë shlu kamt. Apo? Dhe nuk është marrë. E shlon njërin takati, sepse njeriu është, domthon, përzierje mes gjakut dhe shpirtit dhe frymës dhe mendjes, këto ku të përzihen krejt, secila e ka efektin e vet. Thonë ja Rasulullah s'po del, se i ka dek djali. Atëherë ka shku pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thënë, "A do ke djalin shumë që të ka dek?" Ka thënë, "Po ja Rasulullah, shumë e duhet." Ka thënë, "Të dash ti Allahu që du në fëmijën tem." Unë ka menu që dashnia jeme ka mërin kulm. I ka thënë pejgamberi, "Dash ti Allahi që e du në
evladin tem. Atëri ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o filan. O filan. E pse këtu i ka thonë o filan? Kush o ki filani? E përmendëm rregullin. Kur dikush ka bën një vepër që s'është për tu tregue, sahabia se kallzon. A e di kush? Për shembull, ti ka kallzon dikujt në rast, po në atë rast ka dëni cënim për atë burrin që e kallzon ti. Ti s'ka kallzon, thu ndodhi rasti. Ama na si tabiata që i kemi kallzon kusha vëlla. Se s'bami rahat derisa kallzon e kusha. Po çes kallzon sahabia. Po të merre rastin ti le kushaj. I tha o filan. Pejgamberi nuk i ka thonë o filan, e ka përmendur emrin. Po transmetuesi thotë o filan i tha. O se fulan arabët e përdorin në kurse dhe emrin. Ka thonë o filan, cilën e ki më shumë për dashnije? A që të ta kish lanë Allahu këtë evlat, sa të kishe imër me pas nga të vetit më knash? Apo e dyta mundësi, që ta mam të qelësh derë në gjennetit, të të pritë evladiot? Cilën e do? I tha ja Rasulullah, kam qefë ma qelë derë në djali jam gjennet. Tha, kjo ka me ndodhë tije. E ngushloj Muhamedi alayhi salatu wassalam. E ngushloj Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kjo çka argumenton ndëruar deri këtu? Se njeriu lejohet më mërzit. Po s'lejohet me bë vepra që ja ka ndaluar shariati. Cila është ajo mu pezullu. Do thon s'dal mone. Sham ka ndodhur, jo, dil zhvillos, nuk e don Allahu xhela. Pse ai vetën e ka marr? Vetën e ka marr. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë tha? Tha Allahu xhelalu e ka marr senin e vet. Lillahi ma ata wa lillahi ma akhadh. E Zotit është e ka marr, e Zotit ajo që e ka dhënë. Me talentin i dikush një amanet të shtëpia. Edhe rria amaneti 10 vjet, apo parë të mëdha. Edhe vjen i merr, i Zoti parëve. A thu unë s'kam valla mo jetë. Pse i murki? U të vetët marrë ka marr? Të vetët i ka marr. Çka të merr Allahu është e tina. Po ti e lidh me ta. Apo ti e lidh me ta. Mirë po, e Allahu xhelala është ajo. Andaj pejgamberi tha, "Cilën e ki dëshirë?" Atëri tha, "Ki sahabi ja Rasulullah, a veç për mua çështo? A veç pse mua ka dek djalja?" Pejgamberi tha, "Jo. Për krejt ata që janë në rastin tanë. I vdes djali e ai ban sabër. I vdes djali e ai ban sabër, shpërblimin e ka xhenetin Allahu te bareke ve teala." Thot Ibn Hajar al-Asqalani, ne kemi gjetë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se shpërblimi me xhenet vjen veç për punë të mëdha, si për shembull për namaz, të vazhdueshëm. Si për shembull për zakat, të vazhdueshëm, punë e madhe. Si për shembull për hax, si për shembull për luftë. Ama me dek djali, e ti me bo sabër, e me ta shpërbu Allah, me dhanë Allah shpërblim gjenetin, thot Ibn Hajar al-Asqalani, kjo argumenton se durimi ja shumë i madh. Me ta morë Allah e vladin, durimi ja shumë i madh. Shumë durim dush me bëhe. Zakonisht njerëzit, apo e tregon Ibn Jauzi, njërë për djetarëve të Irakut, të Bagdadit, në shekullin e 5 të Hijrit dhe 6, thot, kam pa me sytë e mi, njerëz. E kam pa, thot, një 80 vjeqar, namazli, si hikke namazi me gjemat. Thot një dit për ditve i vdiq nipi. Qatë shumë pat lidh me nipin e vetë, dhe i risa, shiko, Ibn Jauzi pse nis me këtë premis, namazli, me gjemat u falke, 80 vjet i kishte. 80 vjet. Thot dhe ja mur Allahu nipin. Edhe tha, fillu njerëzit me bo dua. Apo, i tha, më zbani dua. Se ki Allah ja të shtini nati me neve. Sa ma qoni e vlad ma merë, sa ma qoni nip ma merë. Thotim një Jauzi, e kuptova se ardhja në gjami nuk ndrejq palesa. Nëse s'ndrejq, se hakikat. Gjama dhe ka po, tu fal, funë Allah ja ka mor një nip, ka thonë ki Allah ja të shtini nati me neve. Allahu ku ka të shtini nati me njerin, apo, kjo gjithmonë ka egzistuar. E qish mundët me shtiti kush i nati, nëse njanit ti i ki i borgjë. Ka dhon borxh dhe i ki borxh. Vjen dita i thotë o burra, ka mund të çat borxhin më kthie. Ti thu çishme para të mia me ti dhona. Jo vetë mia ai thotë. Ai ti pa ta dhon borxh. A keni pa ndjesinë e njerit? Shikoj që ndjesia e gabuar. Njerëzit kur e kthejnë borxhin, e ninat çka ti dhon, ja ti ja kthi borxhin thotë çe. Ja, domak marri se o ti vetë të marrë ti ja kthie. O ka kalu koha ti ke menuar se ato parë janë tuat, ajo janë tatina. Andaj tha Allahu pushtini nati me neve. Sa duhet njëri me rujt zemrën? Me rujt zemrën. Tha Aisha radiallahu anha, mos u mashtroni me namazin e dikujna edhe agjërimin e dikujna. Nëse ai s'ka bestikri, s'ka një imani mrena atje, saludon për diçka të madhe.
E lutem Allahun që Allahu të na bën besimtar prej përjashtë dhe për brenda. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha jo për këtë. Pastaj tha alayhi salatu wassalam, Allahu xhelalu ala thot në rastin tan, kur robit ja marr evladin, e ka thujt thamara, ajo loçka e frytit. Njëri ka evladin nga zemra, apo? Tha Allahu xhelalu ala, kur ja marr robit tem loçkën, zemrën, që e ka Safi do më thonë, këta e do dveçan. Tha Allahu te bareke ve teala, e ai ban sabër, thot Allahu xhelalu, s'knas na pa është në xhenet. Nuk knas, nuk shoh diçka më të mirë që duhet më ia dhon këtij se sa xhenetin. Andaj sprova e Allahu xhelalu kështu do të më lexue, sikur i lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithin që ka nxjerrë Imam Ibn Majah nga Muadh ibn Jabali, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, betohem në Allahun, betohem në ata i cili ka shpirtin tëm dorën e tina, kur vdes foshnja edhe robi bën sabër. Çka do të thonë bën sabër? Kan thënë dietarët, thot te Allah ka më gjet. Kështu ka koment. Ihtasabahu te Allah ka më gjet. Allahu thosh te Allah ka më gjet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur vdes foshnja edhe robi bën sabër, edhe dali për para Zotit xhelel xhelalu, bab apo nanë edhe evlat kanë bërë sabër, cili do qoftë për tyre. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e tërheq zvar evladi nëpërmjet zorës kërthinzës. Bisararihi, e tërheq nanën e vet me, keni pa zora kur lin njeriu i kputet ajo. Një pjesë del dhe një pjesë i bëhet kërthinz. Apo e tërheq thot alayhi salatu wasalam nanën e vet nëpërmjet kërthinzës. Pra, se prej asaj ka dal. Se ka bë sabër, nuk e le, sa ajo është në xhenet, foshnja e tërheq nanën e vet. Pra nëse ajo ka marrë në xhenem, Allah na rujt e ngrein. Pse? Sepse ka bë sabër. E Allahu e din çfarë sprovë është me ta marrë Allahu te bareke ve teala evladin. Kjo është prej traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë kontekst. Duke ishte komentuar hadithet e sprovës, ka qenë njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve, i cili ka lind në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po nuk e ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë Shurayh ibn al-Harith, e njëjtë për Shurayh al-Qadi, ka ndruar jetë në vitin 80 të Hijrit. Ky njeri as i madh u kanë, saqë ka pas rast e ka xhikuar edhe sahabën. Nuk kon xhikac, ka pas dhënë akt të xhikimit, proces, e ka xhikuar edhe sahabën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka njëri i madh, po se ka pa pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka qenë xhikac për xhikacëve të muslimanëve. Ka thënë, unë kur goditna me sprova e falenderoj Allahun 4 herë. E para e falenderoj Allahun xhelalu ala që s'ka më e madhe. Ka shumë më e madhe, më thon. Unë thot, sa mundet më e madhe se çikaç? S'ki ide ti. Apo, nuk ki ide se s'ka mundet më më e madhe. S'ki ide. Ka thënë alayhi salatu wassalam, një të hyrë në xhenem. Një të hyrë në xhenem. Ti haron kësaj prova që ke pas. E Imam Shafiu ka thënë edhe më pak se kaq, një të hyrë në varr, ta haron natën e dhëndrijës. Vesh me slul varr. Edhe vetë ku ta gjuajnë dhëjën, Allahu na lehtësoj të gjithëve. Ti haron këtë taknacia dhe këtë vështirësia. Apo ka thënë, i tham Allahut elhamdulillah, s'ka më e madhe. Kaç. E dyta ka thënë, e falenderoj Allahun që më dha sabër. Nuk thash diçka që s'duhet. E katërta thot, e falenderoj Allahun xhellu ala që na ka mësuar me than inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta Allahut jemi edhe ta i kena më kthie. Çi këtë fjalë ta ajetit, ta Allahut jemi edhe ta na kena më kthi, të ndëruar xhamatli veç ummeti Muhamedit alayhis salam e ka pas për vlerë. As pejgamber se kanë ditë. Se ja ka mësuar Allahu këtë fjalë. E pa ta mësuar Allahu se di. Andaj ai dini Jakubit kur i ka hup djali Jusufi. Çka ka thënë? Ja asafa o kuku për mua. Sabrun jamil, Allahul musta'an. Sabër i mirë, Allahu qoftë në ndihmë. Se ka thënë, te Allahut jemi dhe te Allahut kena më kthi. Thot Said ibn Musayyib, e ka veçuar Allahu ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur të goditet me thënë te Allahut jemi dhe te ai kena më kthi. Ka thënë e treta është kjo që e tham. Edhe e katërta them dhe kjo shumë e rëndësishme. Kur godit na tham elhamdulillah s'kan fe. S'm goditin fe. Ai sa njëri goditet në fe o vëzër? Apo tregum hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi kaloi paran një njeri të shkon luftën e Uhudit. Kaloi paran u dashkë me kalu një baçe, por me kalu te një vend tjetër. E nat baçe i shkon baçe një qafirit.
Ai kafiru ka një verbër. Edhe ai çka I tha, o Muhammed, mos gabon me më kalu kabaqja. Edhe e mur do 10 gjuje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha vallahi me ditë se të rokin ftir, të kisha rok në ftir. Ama I verbër s'di. Edhe sahabët tham, I hekën shpatat mi bo hazër për këtë zotnijën që që po thot. Apo edhe sa tha leje I verbër në sy, I verbër në zemër. Apo shiko, s'është problem I pas I verbër syt, për jam të verbrin e ka bo muezin. Apo verbrin e ka bo muezin të vetin, e kalon imam të vetin. Ama me bo mu vërru zemra. Sa njeri I ka syt po se she Zotin. Sa njeri I ka syt po se she Kur'anin, se she të vërtetën. Apo sa njeri ka pare, I ka dhënë Allahu shnet, I ka dhënë Allahu mundësi, po nuk e ndjek të vërtetën e Zotit xhelel xhelalu. Nuk I intereson për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Sa njeri ka shnet, e I ka dhënë Allahu kuvet, ai nuk e harxhon atë kuvet në farze, po e harxhon harame. Apo andaj çka tha Shurejhi, tha thom elhamdulillah se roki fejen. Ka mujt me ta rok fejen. Çështja rok fejen, ka tregu Ibn Jauzi, ka qenë muezin në Bagdad. Ka qenë muezin në Bagdad. Edhe ka hip me thirr ezanin. Në ditë e shani komshike, në fqinje. Edhe kon grua heshme e bukur, edhe I ka rasinit e ajo, edhe u ka dashurue. I dashurumi ka than Ibn Taymija, sigur ati kalit kërja në frenat. Ti I thue, habe se jetë të vazhdon, thot ja zvazhdon, po ti të rodhve që shqipane vëlla qështu, e ja thot ka me dekaj. Apo, mirë po jetë të vazhdon dhe batë dhe ma e mirë. Apo, a I shkoj të ai burri të baba I vetë, tha, a ma jep një këtë qikë të martoj. Ja thot I musliman, me në krishter. A I janisi me insistu, tha jo, ndroje feja si dush. Shiko, goditja, kur gjë, fe. A I tha me mene, hajt ju baj politik, apo? Hajt ju baj politik. Tha po ju tham që jam krishter, e masa ne unë e kthejna. Tha tamam, pendroj fejen. Po bona krishter. Edhe ja dha. Edhe hinë natën e dhëndris. Edhe natën e dhëndris ka dalë në balkon para se me hi dhëndër. Edhe po hajnë e po pinë. Edhe to angër e tupi ka me të molla në fit. Edhe ka ndrujet. Thot Ibn Jauzi, fa ja hasrata, o kuku për ta, e kuku për neve. Që kjo goditje në the, mbin muezin, pin minare, në qafir. As atë nusën se ne ka prek, as gjenetin se ne ka prek. Andaj, shikosh ka tha Shurejhi, tha une kur godit në tham, elhamdulillah ja rab që s'ken fe. Elhamdulillah që ala musliman jam. Ani, ala je musliman, ala namazli, ala ja gjërushëm, kjo këtë regullo. E sprovat vinë e shkojnë. Sprovat vinë e shkojnë. Kjo ka qenë prej traditës së kuptimit, prej traditës së muslimanëve në kuptimin e sprovave të Zotit te bareke ve teala. Tregon Aisha, hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu, thot pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë hadith, s'ka ndonjë goditje që e godet muslimanin vetëm se Allahu ja shlyn gjunat me atë goditje, qoftë edhe gjembat duke kalu rrugës. Qoftë edhe një therr që ti thu rastisht, s'ka rastisht për ti, te Allahu s'ka rasti. Thot pejgamberi edhe gjemba që e shpon, Allahu ja hek në gjunat. Apo ka do një gjunat i s'ke bot tobe, as kujtohet me bot tobe. Allahu të vran dikun, apo ti dhu pahiri, po jo se ke sinue, Allahu e ka sinue. E kini gjunat, s'do me dënu në akhirat. E alayhis salatu wasallam tha, e ai çka pështon këtë dunja e ndoshkon në akhirat. E tash njeriu duhet me zgjedh, lutem Allahun që Allahu na jep shëndet edhe në dunja edhe në akhirat. Gjithashtu prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në goditje e të sprovave, pejgamberi alayhis salatu wasallam në ditë për ditëve, duke qenë në Mekë, ka qenë një familje robësh. E përmenëm argatët edhe mëditësit që kanë në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, edhe prej tyre ka qenë familja Jasirit. Që ki Jasiri u konë rob, edhe nanën e ka pas, edhe gryn e ka pas robresh, edhe djalin e ka pas rob. Mirë po, këtë janë bo musliman. Janë konë hizmeqar të Ebu Gjehlit. Hizmeqar të Ebu Gjehlit. Kër janë bo musliman i ka lidh Ebu Gjehli. E ka nuni drut, tran të madh, i ka lidh me litar, edhe mit dis vapës i ka rrej. Edhe i ka thonë, mohon e fejnë e Muhammedi s.a.s. si do një me pështuë. Mohon e fejnë e Muhammedi s.a.s. si do një me pështuë. Apo, atërë që ka ndodhë? Atërë, pi nervozës të madhe, ka arë transmitime se e kanë pështyje. Njani për e tëre, e ka pështyje. Sepse a i ka thonë,
e ka cënu diçka me Muhamedit alayhi salatu wassalam, e ka ranuar gruën, apo e ka ranuar edhe ka përmend diçka që nuk i përket Muhamedit alayhi salatu wassalam, edhe ajo e ka pshtyje. Edhe kur e ka pshtyje, ati i ka hip kibrin në qiell. Edhe i ka marrë dishtiza dhe tut devja ka vendos në bark. Edhe i ka myt. Edhe ka met veç djali. Edhe djali u kon më i ri, u kon më i dopt. Edhe i ka thonë, a pshet babën anxha ti vana ti vrajta. Shaje Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe ai ka duru, ka marr Ebu Xehli e ka nxjerrë një hekër. E ka nxjerrë hekrin, që ai thon kam xhik. E ka nxjerrë, edhe e ka lënë trup. Shaje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ka hek. Shaje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ka hek. Edhe ai mas disa të djegurave s'në ka durue, ka thonë çka më thon? Shaje ka thonë. Edhe ai ka thonë, "Çish po thu ti?" Domthon, "Çe, ti të shahun po thon çish po thu ti?" Ka thonë, "Jo, ti shaje." Ti shaje. Edhe e ka shaj. Edhe ka ardhur te pensam tukaj, ka thonë ja Rasulullah shkova. Edhe ka kallzu rastin. Ka thonë jo mos u mërzit, o Ammar. Ka thonë ato ti se ke bë me vullnet. Ka thonë zemrën çekije, ka thonë zemrën e kam plot dashni për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ka thonë nëse bie prap çashtu, prap thuja çashtu. E kur ka kalu pra babës vet dhe nanës vet u ka mërzit shumë. S'ka mujt minimue, u kanë i dobët, edhe veç i ka thonë sabran ya ala Yasir. Ka thonë sabër o familja Yasirit. I ka mytaj midis rrugës. Ka thonë sabër o familja Yasirit. Ka thonë se kena mu taku në ju në gjennet me lejnë e Zotit Gjeli Gjelalu. Kjo ka qenë tradita e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ngushëllimin e sprovat të shokëve të vet. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wassalam ka qenë për traditës se kur është godit dikush në evlat e ka përgëzuar. Tregon sa Ebu Said al-Khudri, thot ka ardhur një gruaj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë ja Rasulullah, burrat më mëson ders, ligjërim. Po neve grave kena me të pak anash. A ka mundësi me na e bëha dhe neve një mezhlis për ders? Ka thonë pejgamberi po, mbledh nu edhe unë ju mbaj ligjërim. Edhe u kam mbledh pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta, edhe i ka ligjëru. Prej pjesëve të ligjërimit që ka ardhur në këtë hadith, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka ndonjë gruaje që e ka një evlat, ka ardhur transmetim, apo 2 evlat, apo 3 evlat, edhe i edukon, edhe i ban të moralshëm, edhe i ban musliman të mirë, apo edhe ato i vdesin, vetëm se bën mes pengesë mes tyre dhe zjarrit. Ata bën pengesë mes atyre grave dhe zjarrit Allahu te bareke ve teala. Domthon ka ardhur këtu shtesë te ai hadithi me edukue. Jo vetë se kanë nxjerrë në dunjë. Jo vetë se kanë nxjerrë, dush me punu me ta. E çish me punua? Jo vetë me apru haj edhe bie çet veshja unë ta. Jo, miru me ta. Edukoja ata, shkolloje si duhet. Formoje si duhet, nga se tash po shohim gjëra shumë çuditshme. Apo shpesh këtë hadith na e dim se këtë ju e dini. Apo ka disa transmetime kush i ka 3 çika. Po kjo vlen edhe për djalin. Sa për dije. Zakonisht thonë kush i edukon 3 çika apo 2 çika apo 1 çik. Kjo vlen edhe për djalin. Apo mirë po, ma e keqa cila, ku plot për njerëzve mendojnë se vetë pse i ke bo këtë dunja. Ti në këtë dunja si ke bo ti. Apo, ti nuk e bo. Ti i vesh një sebeb i vogël. Shumë sebeb i vogël. Ajo ma e rëna cila është mi eduku. Tha alejhi salatu wassalam, nëse njëna për juve i edukon, edhe ja merë Allahu Gjellivala, të reja merë qikën, e ban Allahu hijab, e ban perde me saj dhe gjenemi. Kjo ka qenë prej traditave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith që ka nxjerr Imam Tirmidhiu në ngushëllimin e njerëzve të sprovës, e zakonisht po e vërejnë se sprova po përsëritet vdekja e vladit, sepse vdekja e vladit është haram. Vdekja e vladit është haram, domthonë pikë sprovave, vdes nana, vdes baba, vdes daja, axha, këto janë sprova, po janë më të lehta. Me vdekje e vladit është haram. Me vdekje e vladit është haram. Tregon Abu Musa al-Ash'ariu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ti vdes dikujt e vladi, Allahu xhel xelalu i thot melaçeve, qabattum walad abdi, a ja morët e vladin robit tem? Thon po ja rob, urdhrove dhe zbatuam. Melaçet s'kan emocion. Urdhrove dhe zbatuam. Çish thove ti? Merja. Atëherë thot Allahu xhelalu ala, qabattum thamarat fuadi, a ja keni morë loçkën e zemrës. Këtu çka argumenton
se Allahu e di çfarë emocioni ka robi. A me laçet nuk e din. Me laçet nuk e din. Domthon, ti ta merr Allahu në diçka, ti të dhem ajo. Me laçet nuk e di, ka zbatu urdhër. Ka zbatu urdhër. Allahu ti din ndjenjat, sa ai ti ka kriju ndjenjat. Tha ja murët luçkën e zemrës sa. Ata thon po ja rap, çish tave ti? Ata i thot Allahu xhelalu ala, çka tha? Çka tha? Shikoj me sa pak fiton robi. Çka tha? Tha o Zot, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu të jemi dhe të aj kena më kthie dhe shprej lavdrime për ty o Zot. Ata thot Allahu te bareke ve teala, ndërtojani në shtëpi në xhennet dhe titulloni atë shtëpi shtëpia e falënderimit, shtëpia e falëndëruesit. Ky njeri ka falënderuar Allahun te bareke ve teala. Kjo është ajo peticion ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ngushëllimin që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam është një ngushëllim shumë interesant. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka qenë në sëmundjen e vdekjes së tij, kur ka ndruar jetë, e ka marr sprovën e vet për mjet, pajisje me ta lecu ti sprovën. Mi po kjo vlen për atë çka e do Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe i beson si pejgamber dhe e ndjek, dhe nuk ka në zemrën e tij dikush për njerëzve më i madh se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasalam para njerëzve dhe ka thonë: o ju njerëz, s'ka dikush prej juve që sprovohet prej besimtarve. Ka thonë: fel yata'azza bi musibatihi bi anil musibati allati tusibuhu bi ghayri. Ka thonë çdo musliman që ka sprovohet, le të morë mua për shembull dhe domodin të më kujtoje mua që ta qetësoje dhimbtën e vet. Çish me qetësu dhimbtën me sprovën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, le ta kujtoje se ajo godit. Një, e dyta, ai ka ndruar jetë. Maran për këtë njerëzim, për këtë njerëzimin, botën, globin, se sa vdekja e Muhamedit alayhi salatu wasalam s'ka. S'ekziston. Kjo është besimi jon si musliman. Se nuk mundet këtë njerëzit me dek nuk ka më e lehtë, më e rëndësishme që ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Tha alayhi salatu wasalam, ne të ngushëllohet ti njëri pi juve, veç kur ta kujtoje për Muhamedit alayhi salam ka vdek. Muhamedi alayhi salam ka vdek. Ajo godit. Ata i lecohet prova. Ka thënë alayhi salatu wasalam, sepse s'ka doni burr pe umetit tëm që goditet pas meje, maran se sa jam godit unë. Zgoditesh më shumë se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Jetim ka jetuar. Ja kanë vrarë shokët. Ja kanë vrarë axhin parasive. Dhe që ka thonë Muhamedi sa për axhin e vet, kur ka shkuar, çat shumë u mërzit kur ka ardhur Zubejri, e ka pa Safijën hallën e vet, motra e Hamzës, e vëza ka thënë el mar'a, hekna atë gruaj mos ta shohë. Këtë mërzia, këtë janë goditje. E thirr çika vet, tu kon punë serioze të madhe, siklet tjetër, hajde se mdiç djali. Hajde tash me shku te nipi. Apo pik tu hin me gratë veta. Pi siklet. Allahu jazbrit ja jet. La tarkabun tabaqan an tabaq. Ta keni mi kalu vështirësi pas vështirësie. Njëri thotë gjas, ka më babë mira. Jo. Ama në televizor drishe po thonë, pa i rrejnë. Ai paguhet për me rrejt, Allah. Ai paguhet për me rrejt. Apo ti merre pejgamberin sa sellem. Ka më bë mirë, s'ka më bë mirë. E veti njëri me Muhamedit në sprovën e cila e lodhi shumë me Mu'tasimin, i cili kishte burgos. Edhe njëri tha: o hoxh, a bëhet në i herë mirë? Tha jo burr. Jo, çiko, kjo imam. Njëri thot: ani be fllatit na pak. Ne na mësu me rrejna. Jo. Tha kur kena mu rahatu? Tha kur t'ja nismi me e vendos kamën e parë në xhennet. Atar po. Kështu, muslimani kështu e kupton jetën. S'ka rahati. Kush e kupton rahatin këtë dunja, e ka gabuar adresën. E ka gabuar adresën. A ki pa kur e ka pun adresën, vend merr dikush thot: a mundesh njëri me shku në aeroport me ne? Thot çtu un po du me ne valla. Jo valla, këtu i tranzit. Po jam sa është ul me një pemë. Ka ush ul me një pemë. Edhe ka thënë sahabeve: a e dini unë me këtë dunja që shlidhna, që a ulëm të tash po, a kena me jetu qëtu? Jo, kena mu quë. E tash aeroporti është të më dhënë prej simboleve më të qarta për ta portretizuar. Ti jetë tranzit. Edhe njëri thot: a mirë kanë atë këtu. Këtu po të baj kanë izmet, po rri qëtu. Ku kime ne qëtu? Të morin me zorë. E shembull dhe Allahu të është më i lartë. Njëri thot: une e kom drejsh 500 metra katror, ku shumë merë? Të morin vallaj. A nuk ishi thonë të thinjurat e tua? Andaj shka tha poeti:
Ka thonë i bane 14 Allah si të morë mësip. Sa i ti prit një bo Allah? Apo, a tjetëri subhanallah plak i këshillon drit. Qish i këshillon drit? Jetoni thot knash në ju se na shkum. O Allah, po ti i bane 70, po këshilloj më retrimin si duhet. Thuj, o, ki frikë Allah, unë gjelala më zbani haram. Apo, mi po ki s'ka mor kur gjopi kësaj dunjaje. Andaj shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam, si e kupton të këtë dunja? Sprov. Tha o ju njerëz, kur kush më shumë se unë s'u ka godit. Kur kush më shumë se unë s'u ka godit. Merrni ngushëllimet prej meje. Merrni ngushëllimet prej meje. Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wassalam prej ngushëllimeve që u ka dhënë sahabeve kur ka pas dikush sprova, pejgamberi alayhis salatu wassalam tregon Xhabiri se ka shku pejgamberi alayhis salatu wassalam në një prej të goditurve, ka vdekur dikush prej sahabeve familjari, edhe normal në atë kohë mundesh me thonë fjalë çka s'duhet. Edhe ka hyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë: "Mos u lutni kundër juve." Sepse në vajtim a diçka ndodh? Apo çfarë thot? Për shemb vajtim. Elhamdulillah Allahu na ka rujt për vajtimin, po kush e din? Unë nuk e di, po e di pe shkrimeve, për leximeve. Kan thënë kur i ka dek djali. Ka thënë: "O Zot, merrem edhe mua." Apo s'ka jetë mas, shumë duhet jetë mas tina. Apo për vajtimet që ka qenë, ka thënë: "O Zot, shim e këtë shtëpi këtë mo." Shumë i ka dek njani, ka dek djali i ri. Ka thënë: "Allah, fik e këtë shtëpi mo këtë. Mos nese asnjë." E për mësëm kur ka shkuen kësi musibet ka thonë: "Latet e o ale anfusikum." Ka dale, mos bani doa kundër. Ka shku njani, du me shku ketë. Ka thonë: "Mos u lutni kundër veteve t'juve, mos u lutni kundër evlatëve t'juve, mos u lutni kundër hizmeçarëve t'juve, mos u lutni kundër pasurive t'juve." Se njëri kuran në siklet ka mundësi me ban doa çka nuk duhet. Ka thënë alayhi salatu wassalam se ka mundësi e qolloni sahatin ku Allah i pranon duat e shkatërroheni. Apo për shembull, kjo ndodh shpesh edhe zot. Musibet. Ban fëmija po tere. Apo ban fëmija po tere. Edhe Allah i qafën ta theft. Edhe Allah ja thën. Po sa thot kush ja thaj? Ti ja gëthi. Ti ja gëthi. Ditë gjumaje e nejmë djalin. Ç'a deshte me prit, apo? Kujdes, ruje gjuhën. Pse njëri thot, po unë se kum sinue. Po ti çdo xhuma, çdo ditë. Apo, ai tjetri thot, dreçi të mort. Kur e merr dreçi? Shiko, shprej, këto po i tregojmë çashtu çishinina. Subhanallahu alazim. Si ka mundësi me Allahu ta ka quat e vlad. Njerëzit çka bën për me pas e vlad. Shkojnë operacione, e intervenime, gjithë ato siklete i kanë, ti Allahu ta ka quat pa kur far sikleti, për pak zhurmë, për pak siklet. Apo, po me të vdek në vend që aty. Apo, që ban pastaj? E ka njerëz që ka vdek në vend. Abdullah ibn Abbas e ka pa njanin prej shokëve të vet. Edhe to e merr me tuë devën e vet, edhe ka mallkuar. U coptofsh. Edhe vladin e vet. Edhe më njëra ka kthy me ajete Ibn Abbasi. Wa kana al-insanu ajula. Insani është shumë ajul. Me ajele i merr punë. Tha Allahu te bareke ve teala: "Wa yad'u al-insanu bi sharri ad-du'a." Insani lutet me dua në sherrit. Apo njani i bëni musibet me njerë thot inshallah vdesmo. Ka dalë. Sabër. Allahu xhelala e don sabrin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas për ditës kur ka shkuar në vizitën ndaj dikujt që ka pas musibet, tregon Seleme se kur ka shkuar te Ebi Seleme te bashkëshorti i vet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndruar jetë vetëm se ai, në çastet e fundit edhe ja ka mshël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam syt. E ka mshël pejgamberi sallallahu alajhi wasallam syt, edhe ka thënë inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basaru. Ka thënë kur mirët shpirti, shikimi e ndjek. Kur mirët shpirti, shikimi e ndjek. Edhe ka mundësi shtangën syt e jesin në fotografi të keqe. Shembull, kur vdes njëri dhe jetë syni qel, ka mundësi bëhet pamja trishtuese. E për mësam prej mëshirës se ka ba, e ka mshël syt. Që mos t'i mesin qel. Edhe kjo ka qenë prej traditës për mësam, edhe kur e ka mshël syt, i ka thënë: Allahumma ighfirli Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ka thënë: o Allah, fal Abi Salaman. Ka thonë njëri prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ngritja drejën, ngritja pozitën të shkallët të udhëzuarve në xhenet. Ka thënë dhe ata që kanë mbet, kujdesu për ta. Kujdesu për familjarë që i kanë mbet ya rabbal alamin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ka thënë o Allah, fale këta dhe neve, o Zoti i botrave, wafsah lahu fi qabri, xhanoja varrin ya Rabb.
se varri i ngushtë. Ka thënë xhanoja varrin dhe ka thënë ndriçoja atë. Ndriçoja atë. Andaj tha pejgamberi alayhis salam, këta varreza janë plot tërë. E Allahu i ban dritë me lutjet e mia. Me lutjet e mia lutem Allahun që Allahu ti ndriçon varrezat tona. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam ka pas traditë që kur është lajmëruar se një shok është i smurr, edhe është në prag të vdekjes, ka shkuar ka vizituar. Tregon Xhabir ibn Atik, thot ka shkuar pejgamberi alayhis salam bashkë me disa shok me vizituar një shok i cili ka pas emrin Abdullah ibn Thabit, i njohur me titullin Abu Rabia. O koni smut, shumë i smut, pe etheve. Edhe nat smuje ka ndru jetë. Kur ka shku pejgamberi sa me e vizitue, edhe e ka thirr, o Abu Rabia, ai pi smundjes të madhe s'ka mujt as mi thon, wa alaykumus salam. Se ja ka kthias as-selamin. Atëra pejgamberi alayhis salam i ka thon, të munum o Abu Rabia. Të munum se ti edhe i smut, tash na të ardhmë këtu, ti më na fol neve, si të mujt më na fol. Atëra sot thot transmetuesi Xhabiri, thot vetë kur i kina një disa brit më të grave të sahat, ka nis me brit grave, me klif prej të keq, domthon erdh pejgamberi sallam shumë për ja kthen familjari fjalën. Atëri tha pejgamberi alayhis salam, qetçoj, mos vajtojnë, mos bërtasin. Atëri tha pejgamberi alayhis salam, mos çani pos pasi të vdese. Mos çani pos pasi të vdese. Atëherë tha pejgamberi alayhis salam, ata i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tani Rasulullah, kemi shpresuar se baba jon ka më ardhur me tin luftë, po çe usmue. Atëherë i ka thënë pejgamberi alayhis salam, e merr ky shpërblimin sipas një jete që ka pasur Allahu te bareke ve teala. Ka transmetime tjera se ka qenë në prag të një lufte, në prag të një lufte dhe mobilizimit për një luftë. Atëherë i ka thënë pejgamberi alayhis salam, ky e merr shpërblimin sipas një jetit. Ata kanë thënë ja Rasulullah, kim pas çert bërë shahid me ty. Atëherë i ka thënë pejgamberi sa, e çka e llogarit një shahid? Çka e llogarit vesh me dal lufta? Atëherë ka thënë alayhis salam, edhe 7 kategori jashtë taktina janë shahida. 7 kategori njerëzve, 8 me gjithë atë çka vdes luftë janë shahidet Allahu te bareke ve teala. Cili është i pari? Ka thënë alayhis salam, ai i cili vdes prej murtajës, prej smundjes. Murtaja ka debat të ulemat, a është do smundje epidemike apo pandemike. Më rëndësi është një smundje që i ka rrog 30.000 sahabe. 30.000 sahabe i ka rrog një smundje dhe kanë ndek nga ajo smundje. Më taun i kanë qujt, mo një smundje e cila ka transmetime se pensam e ka përmendur se ajo ka qenë një hakmarrje e gjineve. Pavarësisht nuk kemi në atë debat. I pari është ky. Ka thënë ai i cili vdes në murtaj. I dyti i cili vdes në deti. Fundoset në deti. I treti është ai i cili ka thënë alayhis salam vdes nga dhimbjet e mushkërive dhe kocive. Kur i them kockat, ajo që kanë jetë sot me smundjen e pleuritit, plevit. I kontaktoni doktor nëse do në me ditë më shumë për ta. Pastaj ka thënë alayhis salam, dhe shahid është ai i cili vdes prej dhimbjeve të barkut. Nëse ki dhimbje të barkut, apo ka jashitje shumë, apo diarre shumë, edhe kjo të shkakton vdekje, ka thënë alayhis salam, shkon shahid te Allahu xhelalu ala. Se dhimbjet janë pa përballueshme. Gjithashtu ka thënë alayhis salam i djeguri. Nëse tu mor me zjarr, e djeg zjarri, ka thënë alayhis salam është shahid te Allahu te bareke ve teala. Tjetri ka thënë alayhis salam, ai i cili zihet nër diçka e cila është e rënd. Shumë e zë çatia apo e zën diçka e rënd prej gurzive, ka thënë nëse vdes nën rëndes, shkon shahid te Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu ka thënë alayhis salam, shahid është edhe gruaja e cila vdes duke lind. Nëse një gruaje vdes duke lind fëmijën e vet, shkon shahid te Allahu te bareke ve teala. Andaj ka qetësu këta familjar, mos keni frikë, edhe pse ki atu dek në shtratin e vet, ki shkon shahid te Allahu te bareke ve teala, sepse nuk është shahid vetëm ai i cili vdes në rrugën e Allahut te bareke ve teala në luftë. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam një ditë prej ditëve futet te një gruaje e cila ka qenë sëmurë dhe thrasin me vizituar. Edhe i thot pejgamberi alayhis salam, e ka pas emrin Musaib. Edhe i thot alayhis salam, malaki ya Musaib tuzaf zifina. I ka thon shumë jetu përpjek ose tu bora hat. Apo e keni një lëvizje jo të këndshme. Edhe i tha
Allahu mos i bekoft ja Rasulullah këto ethe, më këputën. Dhe ka shpreh fjalë që zot i ka ofendu ethën. Apo njerëzit e shprehin kur ka ndonjë smundje, shpreh fjalë për smundje apo që s'jan kush e çon smundjen edhe zot. Allahu xhelalu. Dhe nuk shahet smundja. Nuk shahet smundja. Ajo shpreh fjalë sot nuk duhet me i shpreh. Tha alayhi salatu selam mos i shaj ethët. Sepse ethët vinë me pastru birin e Ademit. Ethët vinë me pastru birin e Ademit, ja largojnë pa pastrën, sikur që e largon zjarit pa pastërtin llumin arit. E bo njerëzit kur e morin prej xejeve, arin prej tokës, ajo është plot llume tjera, ai pastrohet. Çish pastrohet, i shlohet hekuri, i shlohet zjari. Edhe zjari ja hekat pa pastërtën. Apo ata se mirë me altanë dhe me ari e di këta, se pa e shlu zjarin, s'ki mundësi me e dat të kulluarën ari prej asaj çka nuk është ari. E Allahu gjasi e pastron birin e Ademit, ja shlon ethët. Ethët e pastrojnë birin e Ademit. Andaj tha alayhi salatu selam, mos i shaj ethët sepse të pastrojnë këto. Edhe rasti tjetër që pejgamberi alayhi salatu selam i ka shkuar njëri prej sahabëve vet, tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë kemi shkuar me pejgamberin tani nomad. U kanë smut. Ka hi pejgamberi sa me vizitu dhe i ka thënë, "La bas, tahurun inshallah." Ka thënë, domthon kaluse dhe pastrim për tyje. Atëra ky ka thënë tahur, domthon pastrim, nuk kuptoj me jo pëlqim. Do çfarë pastrimi? Atëra ka thënë kella, kurse si. Ka thënë kjo smuje po më hip e po më zrip. Po më shqetëson shumë. Ka thënë ala sheikhin kebir tuziru al-qubur. Ka thënë i kanë ardhë këto ethe, kjo smuje, një plaki të ranë, kanë me qute vorën. Atër ka thënë sallallahu aleyhi sallam, fënaam i dhenë, që ashtu që shpëthu ti, edhe ka ndru jetë. Pro pejgamberi nuk e ka pas a dëshirë që t'i kthehet fjala, edhe që të mos t'a pranojnë ngushëllimin, dhe ka ndru jetë nga ajo që ka e ka mund prej mos ngushëllimit që ja ka bo e vetë vetë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam e ka pas tradit që nëse dikush ka qenë i sëmur, apo i godit, apo i plagost, ja ka larguar të menduarit e keq. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, asnjëri pi juve mos ta shpresojë vdekjen nga ndonjë zorr që i ka zbrit, nga një zarar që i ka zbrit, nga një vështirësi që i ka zbrit. Ka thënë, e nëse së në rri pa ba dua, le thoje qështu, o Allah, mjep jetë dërsa jetë është hajrë për muë, e ma merë shpirtin nëse vdekja është më hajrë për muë. Mos thuju në vdiqja, ka dale, ka mundësi Allahu gjelua e banë më hajrë se ajo. Apo, andaj, gruja e Ebu Selemes, Ummu Seleme, kur i ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë, sabër, mos thuj diçka çka zbohet, çka s'duhet me thënë. Ka thënë, lutu Allahu me të shpërblime më hajër. Si dihet jetës? Edhe ka thënë Ummu Seleme. A di vëzhgë, Ummu Seleme gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para asaj ka pas një burr tjetër. Edhe i ka thënë me veti, jo ka thënë, ku ka be më hajër mas burrit tëm? Zmo, s'ka më të mirë se kjo. Thot, a unë nuk e kisha ditë se te Allah ja me shkruaj me gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Avon, usugut, ta bëjmë sa mos thuj, domon ma mor shpirtin Allahu gjasë s'bëhet hajër. Jo, ka mundsi bëhet hajër, sepse Allahu te bareke ve teala e don sabrin e robit. Gjithashtu, dietar kanë thënë, nëse njeriu goditët në një sprov që ja merr mendja se ja prek fejen. Ka thënë dietar, përjashtohet duaja me vdek. A lejohet me vdek, thotë Ebu Hurajra, une kur ka ndodhur disa fitnë për sahabë, janë rrugë sahabët me zveti, ka bëu dua, ka thënë, o Allah, merr ma shpirtin. Apo e sahabët, disa tabiin që janë atje janë çudit. Ka thënë, si ka mundsi Ebu Hurajra ja kanë kallzuar ditën. Çka Ebu Hurajra ja ka kallzuar? A ka thënë me sa musulut me vdek? Ka thënë, nuk është kjo ditë për ta. Ka thënë, kjo ditë është kur të vetën i smuje. Ta merr Allahu di kam prej evladëve, apo të vdes dikush, sprove dunjajës. Ka thënë, unë po tutna për fejen time. Lejohet njeri kur tutet për fejen e vet. Domthonë se ja merr mendja, se ndodh fitnë e madhe. Edhe ka mundësi shkon imani atij. Bën çka Zoti na rujt, ata lejohet me thonë, ja Rab, merrem para se më ndodh kjo sprov. Andaj kur ka shku me bë hax Omar Khattabi, edhe ka pas shumë njerëz në pushtetin e vet. Edhe ka ndodhur disa prej fitneve, apo edhe ka shkuar në hax edhe ka bë dua. Ka thënë, Allahumma kaburat sinni. Ka thënë, o Allah, jam shtynë mo shumë. O dhaufet kuweti, dhe më janë dopsuar kuvetet e mija, s'kam kuvet.
wa antasharat ra'iyati, shumë popull kam me udhëheq, s'muj me udhëheq këtë ta. Pastaj ka thënë, faqbidni ilayka ghayra mudayyin wala mufarrit. Ka thënë, o Allah, merr më shpirtin duke mos qenë neglizhent ndaj teje. Lejohet me bën njëri dua, mi amor Allahu xhelua shpirtin nëse ai tutet për fitnë. Andaj prej ulemave, i cili është i shquar shumë në mesin e muslimanëve, këtë çto hadithe që aplikazojnë transmeton Buhariu, ki Buhariu, kush ka qenë vëllazër, e ka zonë një rast për Imam Buhariun. Imam Buhariu vëllazër ka shkuar një ditë për ditëve në një pjesë të Afganistanit të sotshëm, sepse Buhariu vjen prej asaj pjese, Bukharas, apo pjesë e cila është nga Afganistani i sotshëm. Edhe e ka thirrë një hoxh misafir. Imam Buhariu, njëri nga dietarët më të mëdhenj të sa i ka pa kjo dunjë. Nxënës Imam Ahmedit ka qenë, rahimahullah. Edhe kur e ka thirrë misafir, ai hoxha ka mendu pi larg se Buhariu nuk ka çaçi madh sa e kanë bën njerëzit. I ka dal nami Buhariu, po gripo njerëzit plus hoxha kon. Edhe u kon hoxha i Sunetit. Edhe ka thirrë misafir, hajde ka dhënë më ders te veni jon. Kur ka shku te veni ati, 15.000 veta i kanë dalë me e prit. 15.000 veta kanë dalë me e prit. Vesh me e prit. Kër e ka pa ki hoxha që e ka thirë, i ka ra pishman. Ka thonë, ky e mushi qytetit. Ka majt dërës u shtu numri i njerëzë që kanë arë të pranishëm. Atare ka fillu me e mori zili. Edhe e ka po një loj manovre që t'ja hupe namin. Kështu njeri është i çuditshëm vallahi, Allahu na rujt edhe ni rujt zemrat tona, e Rabbel Alamin. Edhe shiko, vetë ka thirr, dhe s'e ka duru namin e tina. Atëherë çka ka ndodhur, ja ka bënë fitnë. Edhe ka dalë pi venit, ja ka marrë këtë nxallsat. Veç Imam Muslimi i ka met. Këtë ndërzonin Buhariu Muslimi. Ki Muslimi kemi përmend historinë e tina, Muslimi ibn Hajjaj, prej dietarëve të muslimanëve. Veç ky, edhe ka shkuar në katon ndaj vet. Edhe thot nxallsi vet, thot u çu me fal namaz. Ja nisi mu fal, e thonte, o Allah merr më shpirtin. O Allah merr më shpirtin se s'jam të duruar. Pa faj kam bodam. Andaj sa njerëzit ngarkohen vëzër pa faj. E ka mundësi dikush thotë, ja Rab, lutet si Imam Buhariu. Çish del ki me farftire del para Zotit xhelel xhelalu. A keni bash pas çish shtojnë na fjalët? Ka mundësi ti kanë lëndon vëlla. Ka mundësi ti kanë javan pilim jetën. Ka mundësi ti kanë bash më shkaktar vdekjes. Apo ruaja atë fjalë. Ruaja, njëri thotë, o unë që shto menova, po ti menova po kanë arski men. Po ti se ke menu mirë. Shiko ki hoxhu kon. Ja ka ranu ka thonë, o Allah merr më shpirtin. Thotë unë e mëshiroj, thotë o hoxhu, ka dale? Jo. Thotë edhe vdiq. Thotë di vete ja kena fal xhenazën. Di vete veç. Ja kena fal xhenazën. Apo pi familjarëve. I treti Imam Muslimi. A e njeh sot dikush mbot Imam Buhariu? Se sa imam? S'ka këtë bota e njeh Imam Buhariu. Pa u kon që ki Buhariu as ka fe. Heke Buhariu jet pa fe. Çiki njëri ka vdek me 3 veta që ja kanë fal xhenazën. Pse? Ande kanë thënë dietar lejohet nga argumente të shumta që njeriu nëse tutet për fenë vet me thonë o Allah, merrem para se më godis prova. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka thënë hadith, o Allah, kur do mi sprovu do njerëzi, faqbidni ilayka ghayra maftunin. O Allah, merrem te ti pa më sprovu mua ya Rabbul Alamin. Kështu alut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është për argumente se pejgamberi alayhis salam e ka lejuar që njeriu të lutet me diçka e cila ja teston dhe ja bjen në test fejen e tina. Ndrua vezë ka dhe shumë prej argumente që pejgamberi kanë ngushëlluar njerëzit e sprovuar, e përmendëm edhe rastin e Xhaferit kur i kanë ndruar jetë fëmijët e vet, edhe ka shkuar i kanë ngushëlluar edhe ka çajt për djemt që ai kanë met, djemt e Axhës vet. Xhaferi ka qenë djali i Axhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe nana vet ka ardhur kajt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë ja Rasulullah, kanë me ta jetima. Edhe pejgamberi ka thënë mos e ki gale se unë i ruaj ta jetima. Unë jam kujdesari i tyre në dunja edhe në ahiret. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke e rrit sprovën, duke e rrit sprovën e jetimit, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë ana wa kafilul yatimi hakadha. Ka thënë alayhi salatu wasallam, unë edhe jetimin xhenet jena çështu. Thot transmetuesi e ka thënë gishtin e mesëm edhe gishtin tregues. Gishtin tregues edhe gishtin e mesëm ka thënë ai shka e ruan jetimin. Se jetim është ran, jetim në shariat është ai që s'ka bab, jo ai që s'ka nan. Jetimi është provë ran. Apo ka thënë alayhi salatu wasalam, kush kujdeset për jetimin,
Allahu besimtar, ai me mund xhenat çështo, ku mshi. Apo sa është e madhe me rujt një jetim? Sa është e madhe me rujt një jetim? Ndasa ka thënë në hadith tjetër, ka thënë alayhi salatu wasalam, ai i cili kujdeset për të vejën, ja sa i cili i ka vdek burri, dhe ai i cili kujdeset për jetimin, edhe fukarajën, është sikur ai i cili lufton në rrugt të Allahu xhelaluhu në luftë. Merr pjesë me trupin e vet, ndërsa në hadith tjetër ka thënë alayhi salatu wasalam, ai i cili kujdeset për jetimin, edhe kujdeset për të vejën, është ai i cili vazhdimisht falet natën edhe agjeron ditën nafile. Është provë e madhe. Andaj është thirrje nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njerëzit të kenë kujdes për jetimin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë që i kanë ngushëlluar njerëzit kur i kanë humbur parat. E ka pas me mësam një shok, e ka pas emrin Suhejb er-Rumi. Ka ardhur piro magve, ka pranuar fejen te Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kur ka ardhur Mekë, ka bë parë shumë. Apo ka bë parë shumë. Edhe i kam sheh parat. Domthoni i kam sheh parë sikur që i të punoj njerëzit për raste të vështira. Kur i ka dhënë Allahu xhall leje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bë domthon hijret në Medinë, ka dashur me bë hijret. Me shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ka ndodhur? Tu dal, pejgamberi ka dalë me Abu Bekrin, e ka xumë rastin. Edhe ka dashur me shku me pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndalë do Kurajsh rrugës i kanë thënë s'ka me shku. Ktheu mas. Edhe tu kthi, atë rrudha kon e gjatë, se kanë zonë më lart. Edhe janë dalë me flet. Edhe kur janë çupi gjumit, ju ka thënë, çka thoni be burra, sa ashtu është edhe ju keni dert për parë. Ka thoni kam unë do parë të më sheftan Mekë. Ka thënë Altan, domthon që i kam mbledh. Ja uap, hajtë më singoni ju ato pleqë të Kurajshve, shlomni mua. Apo, se u konë 100 deve, kush e bje Muhamedit në gjallë. 100 deve. Një deve, vëzër, o 5.000 euro. Deri 20.000 euro. Deri 40.000 euro. E shumëzoj e ti 100 deve herë, 10.000 euro. Sa kanë lip për kokën e tina? Apo, shiko, e kanë lip ka. Ka thonë ati shka, i kam do pare, une? Ka thonë, ku i kive pare, s'pas ke pare me veti. Ka thonë, ju shkoj të venet ku i kam. Ka ma vesh bes mes mua edhe juve. Ka thonë, ja u apë që të pare, çka i kam? A më lironi? A da nuk më spiononi? Ka thonë, po. Edhe, ka thonë, ti ta jap një kese, Altan, komplet. Që i ka punuaj gjatë jetës e vetë. Edhe, ka shkue Tinza, edhe ja ka thonë, qëti ku e ki kesën, ka thonë, dhe shkoni të filan gruja, i kini dhe do Altan që aty. Merë një që ato. Ketë parë t'i kalon. Vesh të eshe t'ja kanë lonë. Edhe ka shku pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Suhejbi, kum shkue ta nxon pejgamberin sa tu in Medinë. A mund të më paramu sa ka dash Muhamedi sa? O zë ket kapitalin e kalon. Merë. Apo ai ka mujt të bëjë manovër. Do thonë që kam në zonën, unë e dash munin, se mi dhanë këtë parët, ai të bëhet rast tjetër. Këtë parë i ka dhënë. Edhe thot kur e zuna pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe kur mpa pejgamberi alayhi salatu wasalam, e më tha Rabihal bej'u ja Aba Yahya. Tha fitove, o Suhejb, fitove. Tha i thash, ja Rasulullah, kur kush më ka takue, edhe kur kush se di që ku marrë. Ka thonë, atë ka kalzu Gjibrailja, që pse më përgzove. Atare, thot po, ka zbit fjallë Allahu Gjelalu në Suhejbin, në surën Al-Baqara, ajeti 207. Shiko, ajeti i cili flet për një romak, Bizan. Ka arë pi romakve, e ka pranu fejen të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Thot Allahu te bareke wa taala, wa minan nasi, ka do njerëzi, Suhejbi, yashri nafsuhu ibtigha mardhatillah, e blen, e shet vetën me fitu knatësinë e Zotit. Allah i të ka qu do pare, vallahi ti ka qu veç me hangër. Ti ka qu me bleje xhenetin. E ki pati kur ki pare, bleje diçka. Ti ka qu Allah parë me bleje xhenetin. Po se blejve xhenetin, ja ke huq. Shiko ke njeri kitë parë di ka dhanë, qkojët e Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka zbit Allahu ajet, prej njerëzve ka që me parën e vetë e ka blej knatësinë Allahu xhallahu ala, e Allahu thot në vazhdim, wallahu raufun bil ibad. Allahu shumë i mëshirshëm me robërit e vet. Shiko, përsa me kanë ngushëlluar. Sa u munua ky njeri? Ja parë i ka ti andej vetëm ta fitoje shpërblimin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas zakon që kur i ka vdek dikujt djali në luftë prej të rive të muslimanëve dhe ka ardhur nëna vet, janë ngushëlluar te Muhamedi alayhi salatu wasalam, pejgamberi i ka përgëzuar. Tregon Enes ibn Malik,
se ka ardhur nana e një djalit i cili ka pas emrin Harithe ibn Suraka. U kon djali i ri. Në Mekë, në Medinë kur e ka marrë luftën e Bedrit, apo e keni përnej luftën e Bedrit, sahabët janë munue me ezan bunarin mos të kenë ujë paganët. Çka ka ndodhur? Edhe njëri prej sahabeve shkon te uji i muslimanëve. Një sahabi tjetër kujton që ka mritë uji një shka, një pagan. Edhe e nxjerr si gjetën edhe e gjuh. Kur e rok, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gabim. Apo? Gabim. E kanë zonë bunarin, e ka arë ky sahabi të morë ujë. Një sahabi të ka thonë, ka mënu që hini do njani për armikut, kje ka morë e ka gjujt. Edhe e ka rok. Sahabët janë kanë shigjetës, janë kanë precis. Për pikë se e kanë trajtu vetën për këtë aspekt. Edhe vjen nana e vetë, e mërë vesh, edhe i thot, ja Rasulullah, apo më ka zonë për djalin tem që u vra, a unë gjennet e të bëj sabër, a thot, a mësot dikun tjetër, e mos nalë në të kajtë. Ta vajtoj mirë, ta vajtoj, se kam bas djallë. Atari thot pejgamberi alayhis salam, vaj haki, a wahabilti, ka thonë, mirë për ti, vaj haki e përdor mirë për ti arabt edhe për gzim, jo veç për kuku për ti. Pra, e lumja ti. Ka thonë, e lumja ti, atë ka shlu menja, apo atë ka shlu menja, ka thonë, a wa jannatun wahidatun hiya, a veç një xhenet e ka Allahja. Innaha jinanun kathira, Allahu ka shumë xhenete. Wa innahu la fi jannatil firdaus. Ka thonë, djali jote ka rrog firdausin. Çika? Pensam i ka qetësue djemt nanat e djemët që kanë ndek luft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, a vesh një xhenet është e ka Allahu? Allah ka shumë xhenete. E djali jote e ka rrog firdausin. Eluspi Allahu që Allahu të na bën prej atyre që hyjnë në firdausin Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas prej traditës që ti ngushton sahabët me punën e vet. Në ditë për ditë ka një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te pejgamberi edhe u kanë shumë i smut. Edhe i ka thënë ja Rasulullah, a shumë po dëm kryja? Ka thënë po më duket sikur po dëm kryja e dy vetave. Ka thënë po, mu më dëm kryja sa di burra pi juve. Inni uaku ke rajulaini minkum. Mu më dëm kryja sikur dy vetave. Von para më, ti me ta dhanë edhe një dhimbje të ditë tjetër. Këtu plas kryja edhe një dhimbje tjetër. Apo shikoj për mësam, çdo sa që e ka vujt dy herë. Andaj ka fol, sabër suna, una la më i ranum jam. Apo për mësam, nuk ka diçka, se dikush më dhe thonë, leta mi thonë valla dikujnë ati ban sabër. More vetaj ka hek. Andaj njeri kur hek edhe vet, i thotë edhe tjetrit, ban sabër. Andaj ka qenë traditë e pejgamberit alayhi salatu wassalam që të hek vet shumë. Ka thonë mu më dhem kryja sa dy veta për juve. Andaj sabër bani sabër ju. Dhe gjithashtu alayhi salatu wassalam e ka pas traditë që ti nxit musliman kur të kenë sprova që ta ngushëllon vllavin e vet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka ndonjë musliman që e ngushëllon vllahun e tij musliman por sprovën që e ka godit, vetëm se Allahu xhelalu e vesh me teshat e nderit ditën e Kiametit. Apo ndërsa sot musliman copa. Allahu na mëremetoft dhe na drejtoft ya rabbul alamin. E shaf dikon që ka sprovë, ngushëlloj Allah. Ngushëlloj. Apo amana di shkoj që është të lashën. Po mirë ka bajsa ashtu. Ç'a mirë? Ç'si mirë? Ibn Qayyim el-Juzeyri thot në Madarij us-Salikin, vallahi nuk kesh dikush me një sprov dikujna. E Allahu t'ja merr shpirtin para se me erë xuqa diku akonaj. Mos qash me sprovat e njerëzve. Çfarë do sprove qoftë ajo? Apo çfarë do sprove qoftë ajo? Muslimanët e parë që mbulonin. E ku mund sprov? Ndash sprov feje, ndash sprov gjunaji, ndash sprov kësaj dunjaje. Ngushëlloje. Tha alayhi salatu wassalam, nuk ka dikush që e ngushëllon vllavin e vet. Thot sabër Allah. Sfrat kalohet edhe kjo. Apo Allahu i don sabrlit. Shpreh fjalë të mira, apo Allahu e vesh me teshat e nderit, që do të thonë se veç ai që ka nder e ngushëllon tjetrin. E njerëzit e pandershëm vëllazër, njerëzit e pandershëm keshin. Njerëzit e pandershëm çka thonë, le ta shijojë tash ai.
Elusmi Allahu inshallah ti ruan zemrat tona, ti ruan nderet tona. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na ban model Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në çdo të vogël, çdo të madhe. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala na i leson sprovat e kësaj bote. E mundson Allahu te bareke ve teala që të jetojmë në hijen e Kur'anit, në hijen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala agjërimin ton Allahu ta ban qabul. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelalu ala namazet tona, taravitet tona, lutjet tona Allahu xhelalu ala ti regjistron në regjistrin e veprave të mira. Na mundson Allahu te bareke ve teala që të nxam natën e Qadrit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.